Diabeti, llojet, shenjat dhe parandalimi. Diabeti tip 2 është forma më e shpeshtë e diabetit dhe përbën rreth 90% të rasteve. Në këtë tip, organizmi ose nuk prodhon insulinë në sasinë e duhur ose nuk e përdor atë në mënyrë efektive. Problemi kryesor lidhet me rezistencën ndaj insulinës, e cila shpesh shkaktohet nga mbipesha dhe obeziteti. Ky tip diabeti zakonisht nuk kërkon menjëherë mjekim me insulinë, por kërkon zhbllokimin e veprimit të insulinës, përmes hupjes së peshës, ushqyerjes së shëndetshme, aktivitetit fizik dhe nëse është e nevojshme, mjekim oral. Diabeti i shtatzanisë. Diabeti i shtatzanisë është një formë e përkohshme e diabetit që shfaqet gjatë shtatzanisë. Ai prek rreth 2% deri në 5% të grave shtatzëna. Në shumicën e rasteve, ky tip diabeti zhduket pas lindjes, por kërkon mbikëqyrje të vazhdueshme mjekësore gjatë shtatzanisë. Rreth 20% dhe 50% e grave që kanë pasur diabet shtatzanie kanë rrezik të lartë për të zhvilluar diabet tip 2 më vonë në jetë. Për këtë arsye, gratë shtatzëna duhet të kontrollojnë rregullisht gliceminë, sidomos nëse ka histori familjare me diabet. Shenjat fillestare të diabetit. Shenjat më të shpeshta të diabetit përfshijnë etje të shtuar dhe pirje të shpeshtë uji, urinim të shpeshtë ditën dhe natën, tharje të gojës, shtim të oreksit të shoqëruar me humbje peshe, lodhje e vazhdueshme, dhimbje stomaku, shikim të mjegullt, mungesë përqëndrimi, mpirje të duarve ose këmbëve, plagë që shërohen me vështirësi dhe infeksione të shpeshta. Duhet theksuar se diabeti tip 2 shpesh mund të mos jap asnjë shenjë për vite, duke qëndruar i heshtur. Simptomat zakonisht shfaqen vetëm kur sëmundja ka përparuar. Ndërlikimet e diabetit. Diabeti është një sëmundje që mund të dëmtojë pothuajse të gjitha organet kryesore të trupit, në mënyrë të ngadalë dhe të heshtur, nëse nuk mbahet nën kontroll. Ai shkakton dëmtime në enët e vogla të gjakut, kapilarët, në enët e mëdha të gjakut, aterosklerozë. Komplikacionet më të shpeshta prekin syt, këmbët, zemrën, veshkat dhe trurin. Sa më gjatë të zgjas hiperglicemia dhe sa më të larta të jenë vlerat e sheqerit në gjak, aq më të shpeshta dhe më të rënda bëhen këto ndërlikime. Si ta parandalojmë diabetin? Parandalimi është thelbësor dhe përfshin kontrollin e sheqerit në gjak një herë në vit, për personat në rrezik dhe një herë në 3 vjet për të tjerët. Kontrollin e rregullt të tensionit të gjakut, mbajtjen e peshës trupore nën kontroll, aktivitet fizik të paktën 30 minuta, 5 ditë të javës, uljen e konsumimit të yndyrnave, veçanërisht atyre shtazore, konsumimin e ushqimeve të pasura me fibra, fruta dhe perime, dhe më e rëndësishmja, shmangjen e duhanit dhe alkoolit.